Por politika jonë këtu është bukur e ndërlikuar dhe duhet me qenë njeri me imagjinat jashtëzakonshme t'ja qëllon këtu se çka do ndodh. Proceduralisht mund të them kështu. Për me qenë kandidat për president duhet i ketë 35 vjet minimumi, tjetë 10 vjet do më thonë shtetasi i Kosovës, edhe t'i merë 30 në nënshkrime në parlament. Prej ati momentit, unë e konsideroj në mirë formale se i kem një kandidat për president. Këto dëshirat popullore që janë për me qenë president të në të lejushme në demokraci dhe kështu që nuk ka problem. Por, unë mendoj... Profesor, çështja është pak më politike se që kaq, se nuk është veç formalitet se nëse nuk zgjedhet presidenti me 4 mars, vendi shkon zgjedhje, pra edhe njerë. Sa do në prej një kallabllak proceseve zgjedhore, me 28 një krytëm do. Tash, mund të shprej mendimin tim, dhe më thonë, unë e mendoj se tendencat janë për me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo është interesant. Pse, profesor? Edhe këto me të regu pse, ja? Po, absolutisht. Na, prof, policia i ka ndrysh, por na gazetarë të kemi një 5 pyetje. Në që ato i bojë vazhdimisht 5 pyetje të gazetarisë, ata i ka një 7, kështu që na dhe 5 e përdorim. Pse? Me forcu vendosja pozicionin në parlament. Po, ka qasë që dopson, edhe kjo është pyetje, pra. Edhe kjo është përgjigje, dhe cilën është ekuivalent me atë që është e kundërta që mund do, se politikë është shumë vështirë të jashtëzakosh, dhe mund të bie, por kjo është. E qartë. Abaze. O, Dibran, atë flasa që me t'i shtyrin televizor. Jo, ke takumat kohën. Me minuta. Për këtë tem s'fola heq, po... Mas pari këtu u bo një shkëputje, pat dyqysh një farë pajtimi që konstituohet kuvendi fare, mas ne u kalu të çështja e zgjedhjes presidentit. Presidentit s'mundet me u zgjedh pa konstituu kuvendi. E zoti Kurti paka shumë në atë video që e lëshut ju, e lamin e unë kuptu që kuvendi konstituohet, edhe reagimi lëvizjes vetëvendosje në raport me vendimin e gjykatës kushtetuese ishin të pakënaqur me to, po nuk do të thotë që thanë që nuk e respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Me i farforme thanë që po na shteni me votu diçka që nuk ish dasht me votu edhe nuk e meriton lista serba me posat pozicion, po na e votojmë se ju keni marrë këtë vendim tillë dhe procedojmë asnaj. Zoti Kurti dha i boni renditjen e boni shumë qartë. Në bazë të renditjes tij çfarë tha? Tha që nuk kanë u marrë me temën e presidentit, po kanë u marrë fillimisht me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, e tani i përmeni që avin vendime tjera që janë të rëndësishme, duke përmen buxhetin, marrëveshjet ndërkombëtare dhe gjitha këto, presidentit ta i vjen rani se është në një periudhë tjetër. Çka nën kupton kjo përbindjen tëme? Kjo përbindjen tëme nën kupton që zoti Kurti, sepse këtu u tha Hasan Papa i tha që zoti Kurti vendos se kush ka më bo president. Jo, zoti Kurti nuk mundet me vendos kush ka më bo president, sepse për presidentin e Kosovës duhen 80 vota për dallim për qeverin. Zoti Kurti ka votat për qeverin, po si ka votat për presidentin.